Goca shumë për ju më pyesin vazhdimisht lidhje me lëkurën dhe sot do t'ju tregoj se cila është maska që po përdor për momentin, meqense më pëlqen shumë dhe është pikërisht kjo. Maska me lavandër e Elemis, që ma qetëson direkt sado ta kem të irrituar, të lodhur, stresuar, pa gjumë etj. Kjo, kështu, të cilën unë e aplikoj kaca ditë pothuajse çdo darkë, një natë po, një natë jo, dhe ma lë lëkurën tërësisht të butë dhe të rigjeneruar. E lë 15 minuta. Mbas e lë 15 minuta, evitoj normalisht sytë edhe pjesën afër buzëve. Pastaj përdor një produkt tjetër i cili ka 2 faza që do t'ju tregoj pastaj. Dhe pas maskës, do filloj me fazën e parë, peeling nga Elemis, që shërben si eksfoliant për lëkurën. Mbahet 15 minuta dhe pastaj e lë gatit, pastër, akull për fazën e dytë, që është faza reset, që e ushqen lëkurën si serum dhe i jep shkëlqim dhe rinin që duam. Dhe pastaj ja fuzim gjumit. Good night.